Je duke ngar, duke drejtuar makinën, gjendesh shkakton një aksident me pasojë humbjen e një jete apo një vrasje. Jo, kjo patyshim edhe në këtë rast përcaktohet në rregulloren e kuvendit 119, mos gaboj, ka 118 që njofton me një kuvendi, mblidhet brenda 48 orëve dhe jep autorizimin dhe vazhdo. Në pjesën tjetër duhet të prevaloj kontrata qytetare me qytetarët. Pra ti je i zgjedhur, se pyetja që ndodh dhe këtë e bëja shpesh në Rumani 10-15 vite më parë. Çfarë ndodh nëse deli pa fajsh? Gjithë këto vite mungese në shërbimin tënd publik, ato të deputetëve. Plus politikanit i bëhet gjyqi publik, është përcaktim publik. Dhe prandaj, se imagjinoje se ti e njohës po aq i mirë si unë. Imagjinoni që Silvio Berlusconi, edhe pse thonë që Italinë s'duhet ta marrin për shembull, unë Italinë e dua shumë. Imagjinoni që Berlusconi për 200 çështje penale. Ndoshta ka dikush shef marr shembull Greqin. Berlusconi për 200 çështje penale, sa ka pasur, për secilën prej tyre të kishte bërë nga i paraburgim. Edhe mos harroni, ka pasur çështje të forta, sensitive. Mos harroni Andreotin, i cili edhe se i dënuar në një fazë, marrim mend ka qenë një nivel që ishte dënuar me 35 vjet burg, dhe në fund vdiq pa e kryer atë dënim, por ndoshta nuk marrim si shem. Unë ju kam lodhur me Rumaninë, po e përmend herë të fundit. Në Rumani ka ndodhur e njëjta gjë që ndodh në Shqipëri. Atje ndodhin gjërat aty ndodhin me 10 vjeçar përpara. 93% e gjithë atyre për cilët u ngrit akuza apo arrestuan dolën pafajshëm në vendim përfundimtar gjykatës. Dhe kjo është këtu lidhet e pyetja ime. A ka diçka që është bërë gabim në reformën e drejtësisë? Sepse unë flas me prokuror Spaku dhe te puna të çështja e masave të sigurisë, ky është ligji që na është vënë përballë, ne thjesht po zbatojmë ligjin. Unë nisur nga këto eksperienca që thash, kam qenë mbetëm si kryetar grupi, nën kryetar grupi kur është miratuar reforma. Partia Socialiste 100 herë të kthehet mbrapa. Jo, nuk e pyeta për 100 herë do votojmë. Se edhe ne 100 herë jemi pro reformës në drejtësi. Po. Edhe Spaku. Pyetja ime ishte konkrete. A ka diçka që është bërë gabim? Ka gabime. Në ligjet e reformës. Ka gabime. Në ngritjen e institucioneve. Ka gabime. Te vetingu. Tek përzgjedhja. Tek formimi i antarëve. Edhe ti kur bën një shkrim apo një opinion tëndin, bën gabime. Edhe të shkruash ligje, bën gabime dhe Avlan, sot keni 200.000 dosje në sistem. Tani, a mund të e nisëm reformën sepse kishim problem që kishim 16.000 dosje stok. Unë shkoj nga shkoj. 200.000. Unë shkoj nga shkoj, po. Unë personalisht kam 2, karakterit civilit i kam unë, po kam 2. Në apel është saktuar gjykatësia, data do m'dalë ndoshta mas janë 3-4 vjetësh. Kam ato gjyqjet e vjetra për shpifje me. I ka akoma ti? Me doktor? Patjetër. Me familjen e me shërbëtorët e familjes. Njoftojnë ish ministrat të familjes. Po kam një element. Vendimet e gjykatës europiane drejt njeriut. Pra, gjëja që mua vjen keq është që gjykata e lartë nuk po ndërhyn që vendimet e gjykatës europiane drejt njeriut, Gollçi kundër Shqipërisë, Hysa kundër Shqipërisë, nuk po i merr. Dhe i kthejnë në normë. Pse? Janë detyrim ose? Jo, pse nuk e bën? Dhe ndërkohë që them të drejtën, jam shumë i kënaqur po nga gjykata e lartë që një vendim tjetër gjykata europiane drejt njeriut, në rastin e Alex Nikës, pra Nika kundër Shqipërisë, e ka marrë vendimin, e ka zbardhur vendimin. Po mos ta bënte edhe ato pastaj. Por problemi është këtu sokon. Te problemi është që Spaku refuzon. Unë përsëri pyes. Prokuroria refuzon. Si do ta monitorojmë ne zbatimin e vendimit të gjykatës europiane drejt njeriut në rastin e 21 janarit? Si, ma thuaj. Sepse gjykata europiane drejt njeriut në rastin e 21 janarit, me vendim gjykatës lartë, i cili ka themi transpozuar vendimin e gjykatës europiane. Dhe jeni dakord me mua që nëse Spaku dhe gjykata sot do ta kishin mbyllur çështën e 21 janarit, që ishte çështja më madhore, ose më delikate ndoshta e tranzicionit, them që pas vrasjes së Azemajdarit, po besoj që është më shumë se vrasja e Azemajdarit,
ose në njërin nivel. Nuk duan, janë e rënga që vrasja e Azemajdarit. Por kjo është më e rëndë sepse kjo është shteti kundër qytetarëve. Keni parasysh që në atë rast ishte një grup kriminal. Kësë rast kemi shtetin kundër shtetasve ndërkohë që në 21 janar ka qëndruar shteti dhe këtu ka dhe një gjë mos e bën. Te 21 janar ka dhe një gjë se këtu nuk ka lënë njëri të hamendësosh. Personi që ka dhënë urdhrin ka dalë në studion tënde. Dhe ka thënë në studion tënde. 2015, ti na dritare, unë na dritare. Mes ballit me sniper. Kaq. Atëherë pse s'vepron Sparku? Ore, po i pyetëm kanë ardhur ta marrin këtë videon këtë. Jo. Unë jam bërë dhe libër, i kam thonë hajde merreni, na thirrni ty. Unë kam besim që do veproj. Jam optimist. Dhe nuk jam i vet. Po mua optimizmi më bën këtu gjatë. Optimizmi apo pragmatizmi si politikan? Shko, tha diçka për çështjen e janarit. Dhe ja them shpesh kolegëve të mi. Për mua, testi më i madh i drejtësisë së re shqiptare është dosja e 21 janarit. Nëse Spaku nuk del dot nga dosja e 21 janarit në kuptimin e zbardhjes. Dhe nëse përdoret elementi parashkrimit si shpëtim, duhet ju kujtoj një dosje. Dosjen e mineriadave në Rumani. Me që u lodha me këtë histori. Joni Liesku, ish presidenti i Rumanisë, i cili ishte njeriu që thirrri minatorët të vinin në Bukuresht me bishta lopatash dhe kazmash për të shpëtuar pushtetin, dhe që me ato bishta, kazmash dhe lopatash u vranë studentët edhe protestuesët e tjerë, u dënua pas 26 vjetësh. Që nga koha e minerata. Kështu që kur veprimet, shpërdorimet e detyrës, si doni t'i quani si vepra penale, ushtrim ndikimit palishëm, kryhen në bashkëpunim dhe përpasoj ka vrasje në qytetarëve mu para zyrës tënde, kjo është vepër penale që nuk parashkruhet. Ta shikojmë çfarë do ndodhi. Prandaj jam optimist. Unë prandaj jam pesimist. Megjithatë, le të ndahemi me paqe. Tash ballat nuk do të jenë gjithë në një, do të jetë një këtej një ande që e sigurt është që nuk do t'ju gjuaj me tritol dhe me molotov poshtë zyrës. Kjo është as kujt tjetër. Tavlan. Faleminderit që ishit në program. Faleminderit. Ky është Rësorët e Personave, bashkëjemi të hënën ora 8. Deri atëherë nga Sokol Balla, natë mirë.